Pas ditën e sotme Kec përmes një konferencë për media ka folur në lidhje me çështjen e fundit të ngritur në opinionin publik për njësorët elektrik. Përfaqësues nga Kec nga afër shpalosën qëndrimet dhe sqarimet zyrtare lidhur me këtë çështje. Zëdhënësja e Kecit Bleona Dallaveraj derisa foli për këtë çështje, vuri theksin edhe te standardet dhe procedurat që garantojnë funksionimin e saktë të matjes. Të gjithë njësorët e vendosur nga Kec e bëjnë matjen e energjisë elektrike me saktësi dhe ky është elementi kyç për çdo faturim dhe nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Po ashtu të gjithë njësorët janë në përputhje me standardet më të larta evropiane dhe akteve ligjore dhe nënligjore të Republikës së Kosovës. Devimet e vërejtura në kohë janë një karakteristikë teknike e njohur e kohës së njësorëve elektrik dhe nuk përfaqësojnë manipulim siç është pretenduar. Në çdo rast kur është konstatuar një anomali, është bërë korrigjime përkatës në kartelën e konsumatorit në përputhje me procedurat dhe rregullat në fuqi. Është e rëndësishme të theksohet se kozgjatja e tarifave mbetet gjithmonë e njëjtë. Dhe nëse kalimi në tarif fillon disa minuta më vonë, për të njëjtin vonesë edhe do të përfundoj. Pra i bie që nëse fillon më vonë, përfundon më vonë, dhe nëse fillon më herët, pra edhe do të përfundoj më herët, me një fjalë, periudha totale tarifes mbetet e pandryshuar. Dallaveraj gjithashtu potencoi se qytetarët që kanë pasur dëme do të kompenzohen, madje siç i quajti ajo deri në centin e fundit. Ne sigurojmë të gjithë konsumatorët e prekur nga devimet e mundshme që dalin jashtë normës teknike, pra që do të kompenzohen në mënyrë të plotë, qoftë ajo edhe për centin e fundit. E Flamur Kurtaj, menaxheri i ndërimit të njësorëve, kërkojnë nga qytetarët që ta shpenzojnë energjinë elektrike nga ora 22 deri në orën 7. Ndërkohë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, përmes një komunikate për media, ka bërë të ditur se komisioni i posaçëm i themeluar nga kjo ministri sot gjatë ditës ka dalë në terren bashkë me Inspektoriatin Qendror të Tregut. Të gjithë njësorët që janë vërejtur në mos përputhje të kohës janë tërhequr nga funksioni dhe janë sjellë për verifikim. Rezultatet e verifikimeve të njësorëve të parë pritet të dalin së shpejti dhe opinioni publik do të njoftohet me kohë, thuhet në komunikatën e ministrisë.